Martini, tjetër fitore dhe tjetër rezultat 1-0, duke që kjo vllazni po ecën ashtu siç duhet dhe me gjitha duke qenë një skuadër shumë solide. Gëzojmë për djemë Gjergj, luftun, janë marrë cinik, e din që kërkohet për një ndeshjes, e din që sa të rëndësishme janë 3 pikë në këta momente, janë grup, losin si në fazën mbrojtëse dhe sulmuese, normalisht kemi hek dorë edhe po vuj me thënë drejt nga loja bukur, por gjithsesi në këta momente janë të rëndësishme pikët. Mund ta mbyllte dota ndoshta. Mund ta mbyllim edhe mas 1-0 në pjesë parë, por gjithsesi duhet të komplimentoj djem pa fund sepse meritojnë shumë atë që mënyrën se si ata angazhohen në lojë, mënyrën se si ata losin, mënyrën se si ata napin shpirtin fush, ajo është që më gëzon dhe më bëhet qefi maksimalisht për ta. Arma më e fortë e vllaznisë sot në këtë fitore. Është grupi, është grupi, unë s'du me përmend emra, janë njëri me tjetrin, janë një, kështu që nuk du me përcaktua si emrin, janë 8-11 edhe ata që hynin në stoli lanë maksimumin e mundshëm. Arma këtij grupi është vetë grupi. Para ndeshjes morë trofeun e trajnimit të mirë të muajit janar. Ato është vlerësimet e tilla ju motivojnë edhe më shumë në punën tuaj. Unë kënaqem sepse nuk është ajo që unë jam trajneri i muajit janar, janë këta djemë që më napin këtë titull, e meritojnë ata bashkë me komplet ekipin, me komplet stafin, bashkë me Vjorin, bashkë me Ergin, bashkë me Fationin, bashkë me Elin, jena gjithashtu titull që i shkantojnë dhe janë djemët ata që i bojnë këta. Një vorë që ka bërë mirë në këtë sezon futbollistik, por dhe një stadium i ri. Çfarë i bëri përshtypje sot? Komplimente, bravo i qoftë, ambientet brendshme perfekte, situata pavarësisht gjendjes që janë, me thënë drejtën, edhe tifozat, bravo i qoftë në gjithë drejtimet. Tashmë vëmendja tek ndeshja e kupës, do të vazhdoj pasueshmëria e vllaznisë? Është shumë e rëndësishme, do mundohen atë që të bëjmë edhe rotacion sepse ndeshjet e sa vijnë bëhen më afër njëna me tjetrën, do ta shikojmë mirë, vlerësojmë maksimalisht edhe duhet kemi parasysh që ndeshjet janë shumë njëshuna, duhet rrujmë energjitë sepse është e para kupa dhe në fundjavë është Elbasanit të dyja njëna më fortë se tjetra. Pret Martini gabime apo të gabuar të rivalëve apo shë vetëm në skuadrën e vet? Unë domethënë ajo është një bonus që na nepet dhe shpresoj, po ne s'du të shohim mbrapa hiç që jena përpara, du të shohim rrugën tonë, ta lojmë atë rrugën tonë me djes, me mund, me sakrificë, mandej çanol mbrapa pa garanci kohë. Tifozëria shkodranore përsëri prezente, po e mbështet vllaznin. S'kam fjalë, unë i kam falenderu, vazhdojmë i falenderu, e diellet ato në momentet e fundit kur skuadrat kundërshtare bëjnë presion topi është afër portës tonë se çan njëjnë ata, sepse njëjnë njësoj me ne. Shpresoj të vazhdojmë t'ja shpërblim kështu sepse jo kam thënë dhe ju stërthem që futbolli luhet për tifozët. Transferta për kupën në bazë e vështirë? E vështirë, po tjetër e vështirë, po gjithsesi ne jemi për të 2 trofet në këtë vallë, shpresojmë të çojmë deri në fund të dyja. Shpeshherë keni fituar dhe keni marrë rezultate pozitive, por s'u kemi pyetur shumë për dedikimin. Ja dedikoj tonë tifozëve të Shkodrës, familjes teme që i vunë njësoj me mu, shokëve të mi, komplet Shkodrës. Djali Armando Diego Maradona vazhdimisht, por nuk e pam sot, shpeshherë ka ndjekur. Jo, ka 2 ndeshje me thonë drejtën sepse më shqetëson prania e tij kur e kam afër këtu. Megjithatë them ai e vunë njësoj si unë, e vunë njësoj si çdo qytetar Shkodrës, biles edhe më është ai person. Ka një pjesë dedikimit edhe për Diego? Po tjetër që ka një pjesë dedikimit sepse harxoj pak kohë me ta, kjo është ajo që unë jam deficitar në shtëpi. Urime për fituar. Faleminderit.